Princ Leka dhe Blerta Celibashi kanë hapur zemrën dhe kanë ndarë me publikun tipare që i kanë bërë të bie në sy të njëri tjetri. Gjatë intervistës, çifti ka folur për cilësitë që secili adhuron më shumë te partneri. Duke folur për Blertën, Princ Leka ka theksuar pavarësinë dhe aftësinë e saj për të përshtatur me njerëz të ndryshëm. E admiroj mënyrën se si qëndron gjithmonë në këmbët e veta. Blerta di të jetë pranë çdo njeriu, të ulet këmbkryq dhe të bisedojë me njerëzit e thjeshtë, me po aq natyrshmëri sa ka edhe prezencë në ambiente të një niveli tjetër, shprehet ai. Nga ana tjetër, Blerta Celibashi ka zbuluar tiparet e Lekës që e tërheqin më shumë. Ajo ka përmendur humorin e butë dhe shpirtin fëmijëror të princit. I dua shpirtin e tij fëmijëror. Ai është nga ata njerëzit që e thon të vërtetën pa filtra. Humori i tij i butë, jo të gjithë e kuptojnë, por mua më bën të qesh edhe në ditët më të vështira, tha Blerta. Përmes këtyre deklaratave, çifti jo vetëm që ka treguar afeksionin që ndajnë, por edhe respektin e thellë për karakterin dhe personalitetin e njëri tjetrit. Ky dialog i hapur ofron një pamje më të ngushtë të marrëdhënies së tyre dhe thekson rëndësinë e vlerësimit të tipareve të brendshme, jo vetëm të dukshme. Intervista tregon se për Princ Lekën dhe Blertën, dashuria shkon përtej pamjes dhe titujve publik, duke u ndërtuar mbi respekt, humor dhe sinqeritet. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.